Atë çka na intereson të dyja palët. Pra diçka që shumë le të them e qartë, shumë pozitive. Dhe ne dim që pasi dolën këto deklarata, 24-40 orë pasi këtyre deklaratave, Izraeli filloi sulmet kundër Iranit. Dhe kjo luftë, siç e përmendëm më parë, nuk është iniciativë amerikane, është iniciativë e qeverisë së Benjamin Netanyahu. Amerikanët vetë ishin në Zvicër dhe në Oman duke përdorur gjuhën e diplomacisë, duke arritur dakordsim. Dhe vetë pala iraniane ishte pozitive në këtë gjë. Ne kemi parë deklarata që ata kanë nëpër mediat, ne kemi parë në intervista, dhe Bashkimi Evropian vetë ishte i integruar në këtë proces dakordësimi dhe diçka duke se ishte arritur. Ishte arritur le të themi një pikë e përbashkët, të cila i bashkonte të treja këto faktorë, Shtetet e Bashkuara, Republikën Islamike të Iranit dhe Bashkimin Evropian. Dhe u duk sikur një stabilitet ishte i mundshëm për të implementuar në linjën e mesme, më në fund, pas pothuajse mbi 20-24 vitesh luftë. Por, siç e përmenda, qeveria e Benjamin Netanyahu nuk e ka pranuar këtë. Ata kanë ushtruar, ne dim, lobi Qekut në Shtetet e Bashkuara e të tjerë kanë ushtruar fort presion dhe sulmi filloi nga Izraeli, nuk filloi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërhyn në krah të Izraelit. Pra, dhe siç e ka përmendur edhe ministri i punëve të jashtme të Iranit, ne besuam në diplomacinë amerikane, u zhgënjyem dhe nuk kemi çfarë pse të vijojmë në këtë rrugë diplomatike. Pasi Trumpi, siç e përmenda, ka paraqitur disa plane, ka kërkuar kontakte, janë treguar të prerë. Ne nuk pranojmë le të themi dialog, na thashë na goditën pas shpine. Ne nuk pranojmë dialog i cili është më shumë presion psikologjik lufte, sesa dialog i vërtet, dhe i cili do mundohet të fitojë kohë, që amerikanët të dislokojnë trupa, që Izraeli dhe Amerika të riparojnë me sa shpejtësi që munden dëmet e infrastrukturës ushtarake që ata kanë në këtë teren, të vijojnë sërish një pas 3 muajsh, 6 muajsh, ose pas 1 muaj, ose pas 1 viti. Kjo nuk është kurkund. Kjo krizë do të tregoj, për mendimin tim, dhe fatin e njësë mesme. Nëse Irani, siç duket, ka për të arritur që të mbrojë sovranitetin e tij, ka për të arritur të mbrojë status quo, dhe ta detyrojë Amerikën të ulet sërish në tërës në bisedimeve, por pa Izraeli, pa presion Izraelit, dhe të arrijë të ketë të themi të marrë garancit ushtarake, politike dhe ekonomike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atë po mund të flasim që lindja e mesme më në fund ka arritur në një farë mënyrë ta stabilizojë vetë. Por, nëse kjo gjë do të vijojë, siç e përmendët edhe ju, nëse do të përdoret sërish një karta e diplomacisë që quhet për të bërë presion, për të treguar kush është i miri, kush është i keqi, kjo le të themi Teherani kërkon dialog, po unë nuk e dua, ose Amerika kërkon dialog, po ata nuk e duan, kjo nuk ka për të shkuar kurkundi. Kjo është pastaj ka për të kthyer në kush është fajtori, kush është viktima, kush hodhi raketën i pari, do të përfundojmë si në rastin e Shqipërisë, kur i kush Gjermani fund. Pra, e qartë, mirë, Elenos, ndërkaq për të mbyllur, në gjithë këtë zhvillime dhe këtë situatë kritike tashmë që është në linjën e mesme, çfarë skenari është të mundshëm mund të pritet më vijim? Për skenari më të keq, pasi gjithmonë e keqja merret e para, është mundësia e eskalimit në një luftë totale në lindjen e mesme, ku prej presionit amerikan, vetë Arabia Saudite së fundmi ka lejuar përdorimin e bazave të saj ushtarake prej ushtrisë amerikane, pasi shumë baza ushtarake amerikane janë shkatruar, siç e thash, janë kolosale në anën e infrastrukturës ushtarake amerikane. Dhe bashkë me Katarin dhe Kuvajtin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe është ende diskutimi nëse i hapur akoma, sigurisht, nëse këto vëde do të pranojnë të ndërhyjnë kundër Iranit së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit. Këtu sigurisht janë dy pika kyçe. E para, Irani nuk ka luftë me këto vende, dhe këto vende nuk e kanë pak a shumë justifikuar faktin e luftës së Iranit kundër Shëbaz edhe Izraelit, pasi këto vende ishin të parë siç e sulmuan, siç e thash.
Së dyti është fakti që këto janë të gjitha vende myslimane. Dhe kjo ka për të qenë, ose më saktë në Poloni, shumë media i quajnë, kjo ka për të qenë një diskreditim shumë i madh, sidomos për Arabinë Saudite, e cila mbart vendet e shenjta të Mekës dhe Medinës, që ata po hynë në luftë krah Izraelit për interesin e Izraelit dhe të amerikanëve kundër një vendi vëllai mysliman. Pavarësisht se ata janë shiit dhe sunit, ai mbetet një vend mysliman. Pra kjo është nga ana e reputacionit dhe ana e religjionit, kjo është shumë riskuese për këto vende. Po deri tani diskutimi është i hapur. Ky skenar më i keq që ka përçarë luftë totale e të tjerë. Më pas se Greqia do shkojnë në luftë totale, do të kemi sigurisht pasi edhe disa baza franceze dhe britanike janë goditur, dhe hyrjet anglo-francezëve, mundësisht edhe të NATO-s. Nëse disa vende të NATO-s pranojnë të ndërhyjnë, flasim siç mund të jetë i Anglia, Franca, Britania, ose Spanja, ne dimë që sot është kundër, Turqia është kundër, nuk kanë pranuar dhe kanë kritikuar Izraelin e shërbanë si iniciator të luftës. Pra mund të kemi edhe një le të themi fragmentarizim të NATO-s në këtë aspekt. Siç në luftën e Jugosllavisë tek e fundit, që disa vende ndërhyjnë, disa nuk ndërhyjnë, disa nuk pranuan, gjë që ka ndodhur historikisht. Qartë. Ky është skenari më i keq, i cili mund të arrijë deri në atë pikë që siç e përmendëm, nëse Rusia do të hyjë në këtë konflikt, pra do të pranojë që të ndërhyjë ushtarikisht për të suportuar Republikën Islamike të Iranit, atëherë shkojmë në një konfrontim të drejt ruso-amerikan ose NATO-amerikano-rus, gjë që do të çojmë më pas në dim se çfarë ndodh në rastin të keq, bombat atomike, raketat hipersonike, bombat e hidrogjenit, shkatrimin në masë të tjerë. Dose shumë ekspert kanë thënë që ne jemi në prag të luftës së tretë botërore, shumë në përgjithësi dhe në batut që u kthyem sërish në 39. Diskutimi bazohet në faktin që Kombët e Bashkuara akoma vijnë të këtë dialog, fragmentarizimi midis palëve, rusët, bielorusët dhe amerikanët kanë shumë diskurs, evropianët në anën tjetër nuk po ndërhyjnë, duket që e ka bërë shumë, le të themi, ende në fazën 50-50, ose më poshtë se 50, mund të jetë ky skenario diku te 40-45% mundësi që të ndodhi, në rastin më të keq. Në rastin më të mirë, që përmenda, do të ishte fakti që amerikanët do të ulishin brezën e bisedimeve, do të ishte që presidenti Trump t'i thoshte jo qeverisë Benjamin Netanyahu, t'i thoshte stop, që ka thënë profesori i njohur amerikan Jeffrey Sachs, që Amerika duhet t'i thotë jo Izraelit, t'i thotë kaq, ky është fundi, u arritën ato që po kërkoje, Siria, Iraku, Libia e tjerë nuk janë më sot një kërcënim, ose do vende u shkatruan prej amerikanëve dhe izraelitëve, nuk janë më një kërcënim, duhet që të kthehet dialogu diplomatik, duhet që Izraeli të pranojë faktin që ata nuk janë zotët e linjës së mesme, dhe amerikanët kosisht duhet të pranojnë faktin se sot bota ka hyrë në një fazë të re të multipolaritetit. Pra, amerikanët nuk janë më në 1990 ose 1991, ku fituan luftën e ftohtë dhe çdo gjë do të ishte siç thoshin ata, ose ne dimë çfarë ndodhi në Jugosllavi, në Afganistan, në Irak e të tjerë. Jo, sot janë fuqi të reja që po çohen. Sot nuk është vetëm Irani, po është edhe India, është edhe Republika Popullore e Kinës, është edhe Rusia, është edhe Brazili e të tjerë. Nuk mund të bëjnë gjërat vetëm për shkak se un kam ushtri, kam flot, kam bombë atomike dhe si thon o burra përpara. Qartë. Jo. Duhet që edhe amerikanët vetë ta kuptojnë këtë gjë. Dhe sidomos duhet që për vendosjen e stabilitetit në lidhjen e mesme të gjithë faktorët duhet të jenë së bashku. Dhe kjo është emfazuar shumë fort nga media evropiane, nga ana të polake. Pra, dhe Irani, dhe Izraeli, dhe vendet e gabishullurit arabik, dhe Rusia, dhe Egjipti dhe tjerë të gjithë duhet të jenë në tryezë të vendoset një status quo, të vendoset një paqe. Pasi u ndodhi çfarë ndodhi, 24-25 vite, miliona vdiqën, ekonomia u shkatrua, miliona migrantë në Evropë të tjerë, shteti islamik e gjithçka. Okej, kjo fazë përfundoi. Tani besoj që është në dorën e të gjithëve, ish edhe e përmendë, që të vendosin nëse duan që ta shkatrojnë totalisht linjën e mesme, ta çojnë, siç po thuhet në Amerikë, ta çojnë fuqinë e naftës si ku problem Florida, si ku problem naftë dhe gaz, ta çojnë ekonominë në një recesion tjetër, si në 1929, apo duan që të mundohen të vendosin stabilitet, bashkëpunime të tjera.
Fjala është që bashkëpunimi e sot pak a shumë është në alternativë. E qartë. Tani vetet për të parë pas këtyre 10 ditëve, deri në 6 prill është ultimatumi, amerikanëve mbaron. Nëse amerikanët do të vendosin që në këto 10 ditë të abandonojnë këtë politikë agresive të iniciuar nga Izraeli dhe të ulen tryezën e bisedimeve, të vendosin stabilitetin dhe të paktën të largojnë me krenari nga fushbeteja, apo do të vendosin që ta eskalojnë konfliktin, të çojnë për te kasapi kur i thon 10.000 djem dhe vajza të reja, dhe të lozin ruletën ruse. Pra të shohim ku do dalë. Qartë. Mirë, Elianos, kemi arritur në fund, falenderoj shumë për gjithë informacionet. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Mirë, të nderuar televizionistë, kemi arritur në fund të këtij programi dhe për ditën e sotme, bashkë do ta mbyllim këtu dhe shihemi sërish nesër deri atëherë. Mirupafshim.